إن الحمد لله نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Ato e falënderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, edhe pak ditë na kanë mbet nga fillimi I vitit të ri shkollor. Disa fëmijë do të fillojnë klasën e parë, e disa klasën e 9, e disa tjerë do të fillojnë në shkollë të mesme, e tjerë pas një muaj më vonë do të fillojnë në për fakultet. Por qëllimi I shkollës nuk është vetëm zënja e diturisë, por është edhe formimi I karakterit. Ne si besimtar duhet me përgatitë fëmijët e tanë, edhe të mësojnë, edhe të dinë, por edhe të jenë të edukuar, të kenë moral dhe të kenë etikë. Të ndershëm vëllezër, kush na ka urdhëruar neve që të mësojmë? Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo dhe mëso në emrin e Zotit tënd I cili krijoi. Mirë po sa njeriu ne kemi në botë që shumë I ditura, shumë I zgjuara, mirë po fatkeqësisht nuk ka etik, nuk ka moral dhe nuk ka karakter. Edhe njerëzit që janë të ditur dhe të zgjuar, të pamoralshëm, ju e shihni se çka po ndodh me botën. Problemet më të mëdha në botë ata I bëjnë. Njerëzit që janë të ditur, të pamoralshëm. Por atë shkak, të ndershëm vëllezër, nëse I kemi regjistruar fëmijët e tonë për shkolla, të mësojmë të jenë të moralshëm, të kenë karakter, të kenë edukat, të kenë etikë. E jo vetëm dituri. Dituria sot, nëse nuk është, nesër vjen. Mirë po karakteri nuk formohet me njëherë. Morali nuk vjen me njëherë. Edukata nuk vjen me njëherë. Shkon me vite dhe me kohë. E dyta, ne do njëherë shumë zor I japim, kena dëshirë të gjithë fëmijët e tonë dinë, është e vërtet. Edhe për prindin sa keq është fëmija kur ja sjell një notë të dobët. E dini sa keq është për prindin kur fëmija nuk nxen dituri sa duhet, nuk mirët me shkollë sa duhet, mërzitet. Mirë po, pse harrojmë me bë dua dhe lutje për fëmijët e tonë? Të ndershëm vëllezër, është një dua që Allahu subhanahu wa taala e përmend, thotë: Rabbi zidni ilma. O Zot, ma shto dituri. E pse nuk bëni ju dhe unë për fëmijët tanë dua, me thonë: O Zot, këta fëmijët e tanë që kemi dërguar në për shkolla, jep ju dituri, bëni të moralshëm. Ndoshta harrojmë se duaja është puna më e madhe që mund me bënë ne dhe Allahu e pranon. Të ndershëm vëllezër, e treta, ne shumë herë kena dëshirë me pas pasuri dhe themi: O Zot, na shto pasurinë. O Zot, na shto famën. O Zot, na jep pasuri dhe famë, neve dhe fëmijëve tanë. Ama harrojmë me thonë: O Zot, na shto dituru neve dhe fëmijëve tanë. Sepse të ndershëm vëllezër, pasha Allahun, ai I cili ka dituri dhe ka karakter dhe moral, këto tjera të vinë vetë. Edhe pasuria dhe fama, pasha Allahun vinë. Ama me zar nuk mundesh më bëj I famshëm. Me zar nuk mundesh më bëj I pasur. Se Allah subhanahu wa taala nuk ka thonë bëj I pasur, edhe bën famë, por ka thonë mëso dhe lezo. Të ndershëm nxënës,
ku do që jeni? Dituria dhe shkolla amanet. Se sot ti mendon që i ri, ama nesër ti ka me të mbet shkolla mu dhe heq. Ti sot jenë zënës, nesër ke me bo profesor. Ti sot jenë zënës, nesër ke me bo mësues. Ti sot jenë zënës, nesër ke me bo print. E nëse nuk ke moral, nuk ke karakter, nuk ke i ditur sa duhet, çfarë prindi ke me bo? Çfarë mësuesi ke me bo? Çfarë mjeku ke me bo? Ne si në botë, kohën e fundit vuajmë nga morali, nga etika dhe nga karakteri. Ama këtë tjera ti kemi. Pasha Allahën, tash kohën e fundit, njerëzit që janë më të dobët në aspektin financiar, kur vjen të merr fitrin dhe zekjatin, vjen me golf, tresh, masopaku, edhe me një telefon në dorë. Dhe me thonë, shumë të mira kemi. Shumë të mira kemi, se do shta nuk e meritoj. Allahu subhanahu wa taala shumë të mirë na ka dhënë, mirë po ne ndonjëherë e gabojmë në këtë botë, e inshallah pendohemi dhe kthehemi te ajo që duhet me qenë. Zonës të nderuar, ku do të jeni? Mos e përqeshni shokun tuaj. Sepse njerëzit nuk janë njësoj. Duke shiko teshat më të mira, dikush jo të mira, ose dikush shiko fals. E duke shiko original. Edhe fëmijës, unë vetë në arsim jam, vetë jam mësues. E diri sa keqo për fëmin me i thonë, vallave, unë e këmishën më të mirë se tandën e kam. Unë e patikat më të mira se tuja ti kam. Unë e shtëpin më të mirë se tandën e kam. E diri që kanë me thonë për atë fëmin tjetër. Por atë shkak, ti mësoj fëmijët e tonë t'jenë moralshëm dhe t'jenë edukuar. Në qoftë se fëmijët nuk vishën ndryshe, njëri më mirë, njëri më keq. Fëmijët të ndershëm vëllezër, nuk janë në mësime njësoj, njëri më i mirë, njëri tjetri më i dopt. Fëmijët nuk janë njësoj në ekonomi, në aspektin ekonomik. Dikush ka ma shumë ushqime, dikush ka ma pak. Po, problemi më i madh, thonë, dikush ka edhe mangësi fizike. Para mendoje, një fëmijë që i fuqishëm dhe mirë, me lujt me mangësit fizike shokut vetë. A është rregull kjo? Jo, nuk ka rregull. E kush e përmison këtë gjendje? E përmison morali, e përmison etika, e përmison edukata, që ne si prind duhet me ia dhënë fëmijëve tonë. Edhe për në fund që mos ta zgjas shumë, nëse duam ne fëmijët e tonë të jenë të shkolluar e të edukuar, cilin duhet me respektu? Duhet me respektu mësuesin, duhet me respektu profesorin. Ajo prindi me ardhë për një notë dopt, me ngrit shkollën në këmbë se djali em notën se ka sa duhet. Po djalit e ka notën se ka meritu. Edhe të ndershëm prindër, prej në fillim, notat rregullohen, duke mësu fëmijët e tanë. Mos e bini punën në fund, 10 ditët e fundit ka muaj 6 e tje. Ose fillimi muaj 6 më ardhë prindërit të shkollë me kërku nota. Se notat kemi i marë, ama fëmija e s'ka me ditë. Se nesër nëse fëmin tanë të kalojmë me të njofshëm, imam se në nxjerrim me të njofshëm, duhet me ditë me këndu Kur'an. Në qoftë se ja kemi dhonë notat sot, nesër mjekësën e bëjnë a fëmin tanë, ose djalin tanë me zërë. As profesor se ne bëjmë me zërë, por as ka mësoj vetën dhe juve. Edhe 3-4 ditë nisë shkolla, mësimi, edukoni fëmijët të mësojnë, edhe edukoni fëmijët të jenë të edukuar dhe të moralshëm. Inshallah Allah na udhëzon e të gjithë së bashku në xhenet në son. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون